Këngëtarë që ka ardhur për herë të parë në një emision në Kosovë, besoj shkadrane, po është e përzdinë, gjysë shkadrane, gjysë kosovare, kështu e hasit. Po më duket babën e ka has janë nonën shkadrane. Nonën shkadrane, nuk ka kombinim më perfekt. Domethënë Hasjan e ka mësuar me gatu, nona ka bërë bukur. Isa dhe nanën më origjinë veriore kam, kështu që. Apo, domethënë të dyti ka kështu kombinim perfekt, por shqiptarët janë të bukur si në Shkodër, si në Lap, si në Gjilan, si në Kamenic, si atje në Sarand. Domethënë nisoj jemi. Mirë se ke ardhur Klodian. Mirë se gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Po ta kthej këtë ta mora në Gjerimi se mandej thu kesh në Kosovë ma morën i cup lesh. Se na lesh i thojmë ti, na i thojmë lesh. Kështu që merre moj me veti. Në rregull edhe na ashtu. Kur shkohesh në Shqipëri e kthem prap. Se po mungot e thash çka kam marrë. E mora në Gjerim se tu do ke kështu si lëvizje, thash mos ta pengojmë regjim poshtë. Sonte kemi një band fantastik. Këta djem janë mjeshtër në instrumentet veta. Një pjesë kanë qenë, një pjesë e kanë për herë të parë, kështu që kemi prezantuar më vonë bashk, po janë i pam kush janë, se i pam me onë muzikës, janë fantastik, sonde kena me kallë kretë, me uni edhe në Shkodër të knu, edhe në Has, edhe në këtë botën ku ka shqiptarë. Klodian, ti ke linë në Shkodër? Po, kam linë në Shkodër. Ke jetu sa vjetë në Shkodër? Pse s'kena po në Kosovë në shpesh ty? Them drejten, deri në moshën 19 vjeçare kam jetu në Shkodër? Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe një pjesë në Tiranë për shkak të punës, sepse kam punu në radio, edhe në televizion. Dhe më vonë ka ndodhur shkputja në Kanada. Shkova në Kanada? Jetoj për 4 vitesh atje. Për një me, 4 vjetë, largë bresh, Klodian? Largë shumë. Pse për kaq largë? Dhe më thonë, njerëzit e mi mu lagu kaq largë për gjina, atë kështu... Ashtë e vërtet, po për shkak të rrethanave, ndoshta edhe për shkak se kam dashur për me pas një experience tjetër, për me kanë marrë atë ka pëlqyer eksperienca? Po, patjetër, kam mbaru shkollimin atje, kështu që për mua ka një plus, sidomos si artiste, jam formu dhe ka një gjatë cilën unë e kam kërku me domosdoshmëri, edhe për atë çka kam dashur, mendoj që e kam arrit, edhe tashmë është momenti që me bë edhe këtë. A ke shku vetë në Kanada me familje? Unë kam ik vetëm. 19 vjeçare ike vetë? Po. Shqiptari kryt, kështu e ka hekur. Shkollë vetë? Po, me shkollë. Interesant. Me shkollën ke shku dhe ke mbet aty? Kam vazhdu shkollën, më pas edhe punën, ku jam marrë vetëm me punën që baj atje, po... Çfarë punë e bën atje, për shembull? Project manager, një kompani ndërtimit. Do më thonë, jeni kështu një menaxhere e mirë, besoj? Patjetër, po përveç kësaj nuk jam nda asnjëherë nga muzika. Po. Sepse shkollën e kam mbaru për regjisore, production, post-production, aktrim. Kështu që... Atje, a? Po. Bravo. Do më thonë, je artiste kështu komplet. E ki mbaru regjina? Po. Çfarë filmi kështë pas qef me bërë regjin? Thëmë drejten, do të kisha dasht shumë që jo se jam këtu sot, por gjithmonë kam dasht tematikën e luftës Kosovës. Se baj filmin për luftën Kosovë, për shembull. A e din, po më ne, a e din ngjarjen, a e ki narracionin parasysh? Patjetër, si nuk e di. E din, domethënë. E di sepse pavarësisht unë jam në moshë shumë e re, jam rrit ma kanë tregu prindë e mi, sepse në atë kohë edhe prindë e mi kanë strehu shumë shqiptarë nga Kosovës. Edhe gjithmonë kena pas një marrëdhënie. Domethënë e din historinë e mirë të vendit tonë se ti je prej... As bëhet fjalë, e di dhe miqtë e mi më të mirë, miqtë e mi më të afërt janë nga Kosova, kështu që kush më mirë me ma tregu se ata që e kanë kalu vetë. Bravo. Inshallah të shohemi shpejt po shikon, me aktru para te jo pak problem. Pse? Do të thonë regjisorja edhe bukur edhe e rept, a je rept kështu në punë? Pak. Pak je, a? Jam e rept as jam. O kon rept në prova kështu, jo, a? Në prova po, a? Po. Mi jam diri njërën kështu, do të thonë, erdhëm si erdhëm belit. Po, me strikt. Po këta në Kanadë që jetojnë jashtë Shqipërisë e Kosovës mësohen me kohë kështu. Me jetu kja i vjetë në Shqipëri, e harron orarin kështu. E harron. Po thu që i e rept, a? Pak, a që sa duhet, mendoj une? Në punë mendoj se duhet me kenë pak e rep. Jo e rep, po e regull. E kështu në jetën normale, a je strikt? Strikt jam, po... E rept jo? E rept jo. E ganë ti e but kështu prej. Kam qenë gjanat e mje me i pas ashtu si që kam dëshirën. Po ideali ja o probleme, u shtirë me arrit idealen, gjithë qka kështu. Mesme në artë, në që se mundën a me gjithë. Janë mes mas mirë jo. Do më thonë po qëndrova aty në mes, je perfekt.
Bukur. Ti tash pe Kanadës me bë muzikë këtu, me orën dasma, me orën për koncerte në Kosovë, në Shqipëri, apo ke problem? Jo, nuk e kam problem as pak. Them drejtën, këtë sezon veror kam kanë aktive me dasmat, me koncertet. Çdo A ma shumë jetë humor me këndimin a me regjin? Me të dyja, gjithmonë kanë kënë paralele me mu, sepse unë kam nis këtë rrugtim që në moshën 6 vjeçare. Pa qka se unë në YouTube kam të dokumentume edhe herën e parë, daljen e parë në skenë, ku kam lujt rolin e Klotida Shantojës të vogël. A do më thonë edhe ke aktru vetë? Po, pa tjetër. Pa qëfar qike dhe më thonë aktore, regjizore, këngëtare. Kam kënë pjesë e stratës në Shkodër, kështu që me jetu në Shkodër është fat për këtë gjas, sepse rritesh me artë. A ma vështirë me lujt, a me bërë regji? Janë të dyja kanë vështirësitë e veta. Cila më pak më vështirë? Ma vështirë mendoj që është regjia. Pse? Sepse përveç se duhesh me mbajt mendën të puna që ti kërkon, tek ajo që ti ke kriju, që ke mendu, ma vështirë është me realizu dhe me nxjerrë në skenë dhe me i dhanë jetë. Ke orë me bereqet se u të roshi edhe kështu, dhe më thonë, plot bereqet i orë për Shkodrës. Po thu, ma i vështirë regjia? Ma vështirë mendoj që është regjia. Të dyja kam vështirësitë e veta, por aktori ka të detyrën e vetë që do të futet brenda një rolit, që normalisht kërkon shumë emocion edhe ndonjëherë është ngarkesë e madhe, sepse kërkon punë gjata, orë të tana punet, por që mendoj që regjizorit nuk i marrën punë kurrë. Edhe mas i marrën një punë, një shfaqje apo një film, asnjëherë nuk i marrën punë. Mirë, a ka regji të këtu skenat që janë pak të nxehta? Apo s'ka nevojë për regji aty? Regji ka gjithmonë, edhe aty, aty ka dhe diçka që nuk ekziston në Shqipëri, është që aty ka dhe koordinator për këto skena. Koordinator? Po. Çka bën ai koordinatori për shembull? Unë jam laik pak në këtë pjesën e quhet intimacy coordinator. Që është gjithmonë në këto skena. Aty është ai. Patjetër. Aty është ai. Çdo gjë është në mënyrë profesionale. Do të thonë edhe te skenat pak që janë të nxehta ka regjia, ose aktori mund me lujt pak sipas emocionit momental. Aktori që është aktor profesionist nuk del jashtë vija u të kuqe të regjisë. Çdo gjë është në mënyrë profesionale. Ata të cilët janë shkolluar për atë punë. A ka mundësi na me të marrë skena, a ke pas një rast ku e ke pa aktorin tu e marrë skena mas veti kështu tu dal jashtë skenarit edhe jashtë regjisë? Jo, nuk më ka qellu, sepse në botën e lirë, siç është Kanadaja dhe Amerika, ke mundësi për me zgjadh atë çka don apo jo. Kështu që ndonjëherë edhe kur je tu kërku për agent, për përfaqësim si aktor, ke një listë ku ti mundesh me zgjadh çka don me bë dhe çka s'don. Çu janë pagesat e regjisë për shembull me bëj film në Kanada? Aty çdo gjë varet te sponsorat, tek njerëzit me cilë punon. Sa me shkua vërsisht? S'mund të them shifër. S'mundesh me thënë. Shumë domethënë, garant është patjetër që vlerësohet shumë më shumë atje sepse janë produksionet më të mëdha, edhe mundësitë janë më të mëdha. Okej. Aktori më i mirë për ty shqiptar? Kena shumë. Jo. Unë po e them. Mund të jetë edhe i vdekur, nuk ka lidhje. Për shembull, Sander Prosi ose ku ta dijon. Ka shumë aktor të mirë, nuk kisha dashur me nda, po do të kisha thënë një ndër aktorët që unë e kam pas edhe si mentorin tem që më kanë nxjerrë për herë të parë në skenë është Bruno Shllaku, kështu që për mua është një aktor shumë i mirë. Domethënë aty pe jep atij atributet. Si më të mirit. A pse është më i mirë apo pse të kanë nxjerrë ty në skenë? Është një artist që gjithmonë ka dhënë më të mirën e tij, është i formuar aktor shumë i mirë. Kështu që për mua aq sa atë bagazh, atë formim që e kam marrë nga ai, më ka shërbyer edhe në ecurinë time. Nuk po e them se është i pari që më kanë nxjerrë në skenë për atë arsye, por edhe sepse është artist. Pse s'po bëhen filma të mirë, mos sikur në kohën e më hershme në Shqipëri për shembull. Filmat që kanë bardhëzim, më thon kështu. Filmat e komunizmit, filmat e famshëm të kohës. Mendoj se me kohën çdo gjë ndryshon. Tashma jo vetëm filmi, muzika, çdo fushë ka ecë me hapa të mëdha. A ka ecë për mirë apo është këtu i mbrapa për keq? Ka ecë edhe për të mirë. Edhe për mirë. Ka ecë edhe për të mirë. Në atë kohë ka qenë më vështirë për me bërë një film. Ka qenë më vështirë me kanë aktore. Ka qenë më vështirë me realizu një film ose pagesat edhe çdo gjë. Mënyra e të punumënit mund të ketë qenë shumë më strikte, mund të ketë pas filma me mesazhe shumë të forta, por që tashmë janë lehtësu shumë gjanat, mendoj unë, dhe disa gjana kanë ndryshuar për mirë. Okej, a ki më këthy me jetu në Shqipëri ose Kosovë?
Apo kemi vazhdu me nejtë në Kanadë? Larg bre, po zoti, ma sa ori bani marrë në Shqipëri ose Kosovë? 10 orë, 10? po 12 orë. Pra, po varet. Okej, pak ma ofër se Australia. Po ma afër. A se kime Australia. jetu atja, kemi ju këthy vendlindjes? Për momentin unë jam këtu, Do me vazhdu këtu i herë? derën e kam hapë si atje si këtu. kështu Pasaport kanadeze e ke marrë? që Jam okej. Okej, do bëhoni e mirë me letra. Perfekt. Jeta është e mirë, Jeta është e mirë, e po. qetë. Shumë e qetë. Paga mesatare sa është në Kanadë? Po e në zomë Shqipëri është 500 euro. Mesatarja sa është në Kanadë? Po flasim me shifra. Po me shifra mërë paga mesatare, është standard i se cilit shtetë që caktoni farë page mesatare. S'do kisha dasht me i hy këtyne temave. A se mirë fillojnë- jeta, do më hona jetohet mirë. Jetohet shumë mirë. Mendoj që pagat janë shumë të mira, por Apo tu të Çka e shpej ka? taksava, çka e ka apo tu të shpej Kanadaja, taksava. Për taksave po tut na Për të tonë. na, po nuk na shojnë atje kanadez, nuk besoj që na Jo, shojnë jo, atje. unë jam me rregull, si atje si këtu, për atë nuk e kam frikë asnjëherë për te shakave. Aha. Patjetër që jetesa është shumë e mirë, por atë çka është më ndryshe, se unë kuptohet këtu jeni pak më trept ju me taksat. Na. Në Shqipëri nuk jena kaq shumë sa ju. A jemi të rep na këtu, a? Në Kosovë, për një me, Ma të a? kujdesshëm jeni A, ma për të taksat, kujdesshëm. a? Okej. Për taksa, shumë të kujdesshëm jemi. Patjetër, këtë e di edhe nga kolegët e mi. Duhet më kanë të rregull me taksa. Ashtu duhet me kanë. Me mbaj Por shtetin. në Kanada, patjetër, bëhet jetesë e mirë, ama gjanat janë pak më të vështira, Kemi pala e mërzit vetë kër ju shku atje, në 19 vjetë? si çdo kush. A mërzit qa? Patjetër, mërzitesh se s'ki familje në Pa, e afër, njoftë çdo gjë asnjëri, nis nga si zero, kështu. kështu që është e vështirë. A ke bota është rreth kështu njerëz? Po, tash kam rreth shumë të mirë, Aha. për cilën jam krenare të drejtën. Kam Okej. një shoqni që e du shumë fort, më suporton edhe që i kam si familje. Je vajzë e re kështu, e re me dek thëmë në Kosovë, po tregona pak për jetën tonë private kështu, se gjithë këto kamera që na shohin këtu, në përmes tyne edhe publiku, na ideali mirë me të pa në Shqipëri, në Kosovë, se dina me të shkrujt, a mos me të shkrujt, se dina je, as je ashtu. Sa e thënë isën popullim. I moli zot, do më thonë është me neve, braqet. Jo, unë jam beqare, Beqara, e? po, Okej, dhe në kësmet. e kam marrë. A më pranon për mësit? Po më pa tjetër. Për në më? Po më pa Në tjetër. djalë e do në të Kosovës, as njësoj janë, do më S'ka thonë, rëndësi për mua. ne ashtu përgjysë, kështu jemi na. Si atje si tu. Mjafton me kanë me vlera njerëzore flas. Çka don me pas për shembull burrë yt i ardhshëm, cili është burrë yt ideal, se sigurisht e kemi menduar herë. Atë me kon kështu, me kon ashtu, me kon. Por mua rëndësishme njërë është me kanë njëri i mirë. Më ko burrë pas pari. Burri herë, Pa ka, pa tjetër. burrë herë. Po, Ha? me kanë njëri i mirë, Po. me kanë njëri punëtor edhe që është me kam në tokë. Dhe që mi tanë na kupton profesionin tem, sepse me kuptu këtë profesion është pak e vështirë. A ban me kon sidomos muzikant në ai këtë burrit? mentalitet. A ban me kon muzikant ose këngëtar ose Nuk ka Në botën rëndësi, tonë? ja kur të ndodhin. ose aktor? Unë nuk po shkoj me Aktorët janë profesione. pak kogja mashtrues kështu, nëse don ti e din se po ti ja kupton kur lun edhe kur nuk Se po lun. më thu mashtruese. Jo, kur janë kështu kanë herë, a din me hinë rol edhe jetën e përditshme kanë herë. Nuk ma mërmendja, por nuk shkoj me profesionet të drejtën. Aha. Më rëndësi me ka njëri i mirë edhe Çfarë tipi ki qef kështu? Bjond, zashkan, Bruno i thonë ta. I gjatë? Bruni i gjatë, po Bruno i gjatë, tjetër. a? Tash shife shkryjmë, A, do më thonë, qështë është... diçka ofër vedit. Që shumë molli është edhe blerë, si ma ndi thojnë, kështu kanë herë të natë. Do të më konë molli mirë për me blerë, për shumë Golden Eagle, pinë ata që kanë mungesë energjisë, bëhen me energji. A ishte kështë pasi mu martu për një me në Kosova në Shqipëri? Drejt kalzom tash. Nuk e kam fare problem, nuk e mendoj ashtu. Se më Unë thjesht mendoj që kur po të vjen, nalim vjen, Kosovë, do. po të nalim janë, po të nalim. Po nala në Kosovë, ku ka më mirë se në Kosovë. Mira, Po. o s'ke jetu gjati se të nëzijet jetë të nëzijet. Po një herë kështu shkurt kjo weekendeve dhe të kanë qitë me shëtit pak mirë dhe të kanë ushqy mirë dhe mandej të ka përgjy se E, ha mos me e një thuj një javë atë. këtu. Nalet rriban gjys ditës, 12 orë atë A, pa për rrim. atë po. Ha? Për atë po. Ta shpif. Atë kam vujt. E kam vujt sidomos dje kur kam ardh. E kam vujt shumë. Po është zotin me të pyet diçka drejt. A ke përjetu në herë, nal rriban herë në Kanadë për shembull. Ja. Me Kur? sa ma e mendja. Çfarë do të jetë lumtur, a është janë njerëz të lumtur ata. Po atje nuk nalet rrymë apo ke probleme tjera. Do të më pagu. Pakesa më e madhe. Pakesa Mirë, më e kena me madhe. folë shumë sonte me Klodianën se kam për herë të parë. Nëse kemi menu që kemi kalu let këtu, nuk besoj që kemi kalu let, po mirë kemi kalu. Atë se vend dyshim.
A shkoj me kënu pak? Po tjetër. Zemra mu po mshano prej mali, u bako që s'jena pane, po m'thot nana vajzat kalan mente, pse po rritu i kja. Po m'thot nana vajzat kalan mente, pse po rritu i kja. Të përsola, rrugës nga Tetova, dola të përsola, rrugës nga Tetova, Bashkë qika, njatë ma t'mirën për dhe begenisa, aty bashkë qika, njatë ma t'mirën për dhe begenisa.
Quna, ju lumt. Bravo. Kladiana të grov zemra, dorën këtu. Faleminderit. Se po mërzova shkon. Regjia, ju lutna, a ka mundësi me çu dikon me mor këta leshi me mbledh se Patjetër. e marrojmë një fustan për nesër. Vjen akush pa fustan? Si dihet? Ose regjia, më mirë është një fustan me porosit se deri në fund të emisionit ky bjen këtu. Komplet. Pa. Mande çika na jetë veç në ose hiç kështu. Megjithatë unë i kam marrë mosat. I ke marrë mosat? Nuk vije pa përgatitur. Hajde ulu. Kladian, bravo. Faleminderit. Qika kënon si bilbil, që ka më rëndësi shumë vajzë mirë. Do më thonë, pe jasho energjinë që e ka fantastike dhe u dash me pas ma shpesh ose ma herët prezencë në Kosovë se këngëtare mirë, vajzë mirë, e kulturume, e shkollume, edhe me një orkestër fantastike sonte që po shkon, na thojmë Kosovë si halvja, po shkon mirë dhe më thonë. Më the ma herët që e nje Kosovën, e nje historinë e Kosovës edhe ki qef me jetu në Kosovë dhe të pëlqen Kosova. Kosova, tash e Shqipëria janë njësoj, po për shembull Peja, Gjakova, Shkodra, qytetet tona shqiptare. Të kam për herë të parë sonte këtu në emision edhe po du me të një, pe di që këtu këngë të Shkodrani i kënon mirë, këtu këngë tjera, zhondre tjera i kënon mirë, po s'pe di, gjithë kjo vajzë a ke shknu për shembull në këngë patriotike, për shembull. Ata janë të pandashme. Pandashme, a? Sidomos për ne që jetojmë larg. Kanë gjithmonë të pandashme dhe janë prezente gjithmonë në çdo event. Edhe për mu janë një pjesë shumë e rëndësishme, një gjallë që na kujton një histori të dhimbshme, por që është gjithmonë e rëndësishme me kujtu, sepse tu e kujtu nuk harrojmë se çka ka kalu një populli tanë, edhe mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme, sidomos për brezat e ri që të paktën u gjithë jena përpaqe, po të paktën me e ditë historinë është mirë. Historia që harrohet përsëritet. Është e vërtetë. Kështu që shpresojmë që mos mu përsërit më asnjë histori e keqe. Kur? Po thu që ju që jeni atje më larg, më shumë mërzitni, a? Shumë. E një më shumë, edhe këngë të kurbetit, e një më shumë, edhe këngë patriotike, shumë më shumë. Do më thonë janë ma theksume kur je larg vendit. Patjetër, siç thash, gjithmonë pjesë e eventeve gjithmonë kur mbledhena janë të pandashme. Sonë dhe në me testu pak me një këngë kështu patriotike, a pajtohesh? Quna, është tina pak kështu në qifteli pak patriotike? Ha? Maestro? O Zoti madh, të qofshin fale në Kosovë lufta u kalle. O në prekas atje pikspari, Gjoks luani adem jashari. Leta din Londra e Moskova nuk dorëzohet kur o Kosova. T'vala Parisit e t'vala Berlinit, je mushtar e Izboletinit. T'vala Parisit, plumo Beogradit, je mushtar e adem jasharit. E ju djem që flenin vare, o me na fal për vujtjet juja, se Kosova ashte juja. Leta din Londra e Moskova nuk dorëzohet kur
t'fala Berlinit, jem ushtar e Izvoletinit, t'fala Parisit, plumo Beogradit. Jem ushtart e Adem Jashari. Këno zemra. Faleminderit. Ju lumt, bravo. Bravo, Klodion. Këno zemra. Ju lumt quna. Bravo. Ullu pak e dëshmove që për një me ju në gurbet që jeni e doni kështu atë dheun. Nashta, s'po tha ma shumë si na që jem këtu, po keni ma shumë mollë, se na jena për ditë këtu dhe normalisht ju e keni pak maran. Bravo, e ke kënu Kosovës, i kenu luftës, i ke kënu komandanti legjendar Adem Jashari. Është nerë për mu. Nerë është për se cilin që e respekton dhe e vlerëson të kalumë në vetë. Kështu që ti burnesh e Shkodrës, bravo të koftë, se me shku në Kanadë dhe mos me harru as gjuhën, as 4 vjet i ki, po ku do njeri mu të jetërsu, shpejt jetërsuot. Po, me do ashtë ndryshon. Po shpejt. Po, për mu, këto janë vlerat cilat na mojnë ne, na dalojnë prej çdo lloj kulture tjetër. Bravo të koftë. Marketing kthehemi me atmosferë me Klodianën sonte, kena me u kënaq deri në fund të këtij emisioni. Çunat janë fantastik. Do erçika me kënu, thojnë në Shqipëri, lalesh. Lalesh, Që thoni ju atje. Marketing kthehemi pas pak.
shik një shtet Kur ja themi këngës jare Shkodra qohet ka E kur të kënojnë qo mile në moj Dalim në Tiron Kur ja themi këngës jare Shkodra qohet ka E kur të këndojmë qo mile në moj Dalim në Tiron E ka përdor për dore moj Edhe gisht për gisht E ti në toskar ishte dhe moj Unë gegëllisht E ti moj e bukra vash Ishëm je nga vlora Po tras nga Prizreni dhe moj Po tras nga Kosova Kur ja themi këngës jare Shkodra qohet ka E kur të këndojmë qo mile në moj Dalim në Tiron Kur ja themi këngës jare Shkodra qohet ka E kur të këndojmë qo mile në moj Dalim në Tiron Po m'duket thojmë në Kosovë si më konë nota vitit ri. Një farë atmosferë na ki pru, bravo, i lumë qunave që kam bo. Më mirë se me grupin tëm fantastik. E kam bo një atmosferë sonte si më konë nota e vitit ri, kështu që ju lumë. Bravo për atmosferën që po e bani. Bravo për
Faleminderit. këndimin. A din për çfarë më e lumtun? Jam shumë më e lumtun. Një herë që i kam thënë këta djem kaq të mrekullueshëm, me Fantastik. energji kaq të mirë që i kam me veti që janë shumë të talentuar, është fat që i kena. Sigurisht. Por mos shumë ti, Fuqia që sot është- me mu është i madhe Gzim Kadria. Gëzimi është për herë të parë në këtë emision, po besoj që ka më kanë hera parë, po ju e fundit. Klyp beni këtu. Shumë emocion kisha, po. Pse? Ky është e prit, e më ke prit mirë. Po ty veni më gëzim këtu, ty veni më gëzim këtu. Faleminderit shumë çuna. Kthehemi të veni juj. Klodiana këtu me mu, afrove pak Klodiana se gjatë këndimit kur po këndoj ma kapet dorën për një moment, e pova një tatuazh këtu që a jeto e fshi, a jetu dasht me bo Po, e diçka. kam fshi, pse Pse, do moj? dash me bo diçka tjetër, më ka ndru me anja. Për një me? Po. Maestro, ule aty. Shumë bukur. Pse pe fshin? A Po, më me ka di. ndru me anja. Kanë Romania, ka nëj sen personale për ty, ja? Mas pari a ki ftaf, se pak bora tash na ka Po jo, kap këtu. po ku njën për Atmosfera, soft, ku mirë, njëtë në po, Kanada. mirë. Harove? Arushët e bardha atje. Dhe më thonë nuk linë. Pe fshin, a? Po, Se vre? s'm pëlqen mua. A pe fshin a i njeri, a inicialen e Ja, njëri... shkonja par, shkonja Janë par. largu në momentin e duhur, ndërsa kjo, avash. A ke vujt në herë, Klodiana? Po, përshë se tanë kena vujt në i herë? A i kanë edhe ti kështu, dhe më thonë, i sprovu për kësaj punës, a? Po. A është e ranë në vujtë, që shka lohet mëj? Ka lohet ka me parë njerëz të terapie? mirë afër. S'ka terapi më të mirë se muzika, e se njerëz të mirë që ke afër. Sidomos familja. Çfarë roli ma kështë nda mu për në film të shikon të regjizorja e filmit? Ose shfaqe kështu në teatr ose? Qa më ke shku mu? Qa kësha mujtë me lujtën e mirë si pas teje? Këtë rol ti e bën shumë mirë. Këto këtu? Po. Këto bëjmë plot? Po mendoj që Këto e bëjmë plot? Po mendoj që mund të kisha bën një film ku Ha. këtë rol do ta kisha tjetërsu. Por me a çaj kështë e bëhë këti roli për shkakun? Do ta kisha pasuru me diçka më interesante. Çka për shkakun se e përdojmë në emision, no? Ja, këtë emisioni do të të shik shkilla Tregona çik se s'ka fala za. Paguhem t'ju dëm shumë. Por me po kështë ka lau të rejën pak ma të zhlirë dhe e ma tronë të Ja. që vinë pej gurbetit. Ashe? Po thu që ky rol më ke shku mirë. Patjetër. A je lumë tërson të që je bashkë këtu me këtë Shumë e ekip, lumtun, shumë e ekipe, lumtun. a je për herë të parë në emision në Kosovë? Në emisionin tam po për herë të parë. Edhe në Kosovë, kështë në Edhe përgjithësi? në Kosovë kam bërë disa emisione, Apo kësa natyre jo? Jo, të kësaj natyre shera A parë. je shgëny hala ajo? Jo, Dhe më dhe këto momente nuk je shgëny. jam shumë e kënaqur. Faleminderit. Ne na ke respektu maksimalisht. Ken se bu kesh mëj? Po se ti nuk harron asnjëherë Se po ato që s'ka. tam i mon mend me shumë kujdes. Ja, ma respekti është ndërsjellë, kena me të As respektu ma na, fjallë. apo do në emision, na mas emision. E kishin me Po, spes tjetër, këtë fjallën me këta. respekt, po, në e kena pak me spes. A në bishë Shqipni. Shkodër e keni ja këtë Shqipnin? Ja, pak në Shqipni e kena me spes këtë fjallën. O, a? po. Me respektu dhe më thonë nuk i bje bash mira? Jo, mirë. Por Se në më ma? keq. Qa i bjen? Me të respektu? Po thu me spes, pa Me qa i bjen? t'neru. A me të nëru? Po, A, tjetër. okej. E pse po thu me spes, pra respekti është i mirë. Njerëzit e... Ha, maestro? Qa i bjen, o respekti, a është... Rë këtu, Klodiana. Qa i bjen respekti, maestro, në Shqipëri? Respekti jenes, me të respektu, po. Se kene fje më ndryshë. A ju e keni ma ndrysha, ha? Koku. A ta po të respektu, pra? Ja, falenderoj. Okej, që shtik? Në ke respektu bol. E ke respektu pa, Allah, mirë. Klodiana, unë po klosë sonte me juve bashkë, me gjithë këtë ekip fantastike, edhe me ty normalisht. Cili këngëtar të pëlqen? Shqiptar. Tu mi ja du jame, një Shqipëri, një në Kosovë. Na ke fut mendim. Okej, a ki, prit, edhe këtu e ki diçka? Po. Va. Këtu e kam për babin, A, këtu e kam babin? për mamin. Ata për mame. Tjerë s'kin trup kështu. Ja. Okej, ta pa edhe pyetje kështu. Ndërhyrje estetike s'ki. Jo. Kur gjë? Nuk kam asnjë gjë. Do më kajt je, mashallah. Faleminderit Zotit edhe Po. prindëve të mi, jam shumë okay. Nuk jam kundër, sepse këta janë Jo, gjëra që zot mos e ba. në këtë Bu po i kohë, bukur është gjithsecili obligim. ka zgjedhjet e veta, por që jo. Nuk i, ja. Mirë. A do më na këtu diçka këngëtar dy menoj, mas na këndojsh edhe pak, mandej na i thu dy jam. Patjetër. A shkojmë edhe me i qështu? Se kalon shihet mirë që kjo fundit. Shkojmë. Shkojmë. Ti se din sa të dur, se zemra po më ndjek, një fjall nga ty po vret, me të
dashnin që kena pas, sa më donë moj sa t'kam dasht. A menon t'ja nisim këngës për dashnin që kena pas, sa më donë moj sa t'kam dasht. Që kena pas, sa më donë moj sa t'kam dasht. A menon t'ja nisim këngës për dashnin që kena pas, sa më donë moj sa t'kam dasht. A më donë moj sa t'kam dasht. A më donë moj sa t'kam dasht. A më donë moj sa t'kam dasht. Ty bre qik thëmë Kosovë. Po. Pas ka me të bërç, dhe më thonë, edhe televizionë tjera, edhe strada, edhe krejt njerëz që se kanë suportu pak ma herët. Tash e ki qelë dirën, tash ka më thirë krejt, a më dej tash o dash pak ma herët, se qika këna shumë bukur. Faleminderit. Ha, atë kanë prekra kështu kolegët? Hiq, e di? Po sa mirë i din tani. Po e di me këtu drejq punës me këtu më marrën shpirtin këto punë, ha, s'kam Me prekra. ta drejten, ka pas televizionet që më kanë përkra, Po, ka pas kolegë cilët janë të mirë, po. por si që dihet, ekziston edhe pjesa tjetër që ndonjëherë nuk dojnë edhe me të njoft. As dojnë, a? Po. Se më ndojnë, kjo një ku Ndonjëherë kënësh bajnë edhe mirë. sigur s'njoftin. Ku të kënësh mirë s'dojnë hiq? Fix. Hiq s'dojnë ku kënësh Ashtu edhe mirë. më keq, Oh. po për një gjë për cilën unë jam shumë e lumtur, është ka pas njerëz të cilët më kanë ndaj afër, ka pas njerëz të cilët më kanë suportuar. Kanë përkra. E dojnë artin tem. Po. Janë gjithmonë afër meje, siç është për shembull Gzim Kadria, Gzim, maestro, bravo. Bravo. që kur më ka taku tash që erdha, tha si ka mundësi, tha, që je atje, e si ka mundësi që nuk ka marrë kush me punu me ty, ose s'kenaj këto. Por që gjana tashma kanë ndryshu, kam fatin që e kam offer, kam fatin që kam për miq në radhë parë, edhe që i kam koleg, ka që të mirë bandën e mrekullueshme, që si që i shef janë talenta, nuk kam Klodiana, nevojë me fol. une mysafir kam çdo natë, çdo javë, kështu, po ka një herë me fol me mysafir është pak e vështirë, me ty është shumë lehtë. Ty Faleminderit. të ka ndihmuar sigurisht edhe puna jote, edhe shkollimi yt, edhe po mënoj si aktore, regjizore, edhe si speakere, moderatore. A është e vështirë moderimi? Ti e din? Jo, ty po të pyes. Është e vështirë, ka përgjithësi, Okej. kuptohet që kërkon që Angazhim. t'jesh i përgatitur, Bravo. ka një super angazhim, Po. lodhje, por që A e bëj këtë punë mirë në? se jam Po unë me ti, gjyku po ty, gjykon pse mendimet yt, mendimet janë përderisa je pa ky lek që Marion. je, përderisa je ky që je, besoj se fjalët janë tepërta. Rafsh ma ban publikitet, ose Ja, pas jem mësuar me s'ka bëj rafsh, në rafsh, skallë, ja. jem mësuar me rafsh, domethënë të lavdojnë kështu. Suksesi jo të flet vetë, besoj se Bashk, s'ka nevojë. bashk. Suksesit e kemi të përbashkë me këtë ata njerëz që vinë vazhdimisht në këtë emision edhe kalojnë nga kjo skenë edhe performojnë edhe flasin edhe bojnë muzikë edhe është një staf shumë i madh që na e shohim brapa kamerave, është një punë e madhe që bëhet jashtë kësaj që na e shohim këtu. Këtë bën bashk. Respekte për tanë E stafin suksesi mandej mbien mu kanë herë, po me bova ki me kon keq. Ata me kon keq mbrapa. Këtë unë i hot zeza. Ata janë pjesë shumë e rëndësishme. Integrale. Dhe është gjë shumë e mirë që ti je mirënjohës edhe që i vlerëson. Patjetër. Edhe jam shumë e lumtur që jam sot këtu e mit tana
Faleminderit edhe për stafit tanë, atë gjithë kanë prit djemve që mirë? punojnë këtu. Atë kanë prit mirë? Ato si duhet rrugitje për stafin, kanë prit mirë më të mrekullueshme. Ju, stafi joni dashur pritni mirë, me respektoj unë. Nuk keni një ju veç pritni mirë, tjera se në takojmë. A gëzinin për respektojmë, bashk. Ja. Pse mëre? E ka boj punë të madhe mërë, e ka boj punë të madhe mërë, Tonki burr. E ka boj punë të mrekullueshme ky. Do të rokiti për maestron dhe krejt çunat që janë sonde me neve këtu. Bravo Dima. Secili profesionist në fushën e vet, Klodiana po them sinqerisht pasha zotin unë jam të kalu shumë mirë. Edhe Domethënë na ki sjell energji të mirë, tamam kështu të një gurbetçares të pastër. Është vajzë shumë e mirë. Është vajzë e talentuar dhe energjinë e ka briljante. Marketing edhe kthehemi pas pak, mos gaboni me ndru se kena shumë punë sonde me bë. Mandej në fund kena më mbledh puplat që na kanë rënë sonde se gjina gjithë ky pustan 60. A pagun shumë shtajt kështu veshja ajo? Jo, janë të gjonat më të rëndësishme, të familja, të kpucat, të ato çantat. shqyrtimet që kena si gjithmonë, po për veshjet nuk është se... Nuk shpenzon? Rall herë, nuk është se... Rall skena herë... ti e din se si është, skena mjafton që të ketë gjana që bajnë figurë, nuk është të nevojshme me shpenzu shumë. Femër nuk hargjojnë rall herë një herë në fundjavë. Domethënë nuk i bajnë shpenzime shumë femrat. Po mendoj që unë s'kam nevojë për shumë. E vërtet. Jo të ki nevojë për shumë se dush më mlu se ki shumë sene me mlu, mandej do të garderoba jote më kom pak më e... Tregohem me kujdesshme gjithmonë, besoj se tregoj aq sa duhet. E vërtet, po ti je artiste, domethënë ty të ka hije çdo që ti ki paraqitje. Apo thu marketing? Marketing. Që ka shkurta, pak më gjatë, ti tash publik ti je moderatora më Po mor. I falenderoj më ata që na përgrajnë. Hajde. Edhe një herë, duhen lek. Ku ishim? Po mor, ha, po i dol me mua? Po, duhen lek. Hajde. Hajde Klodion, si që thonë ti për shembull marketing se sponsorët e kemi fantastik. Patjetër, janë fantastik. Edhe besoj se e meritojnë atë mirënjohjen sepse bajnë këtë emision të mujton. Dhe janë bashkë me mua që 10 vjet. Tash jemi në 10 vjetorën e emisionit. Për neve është vetë kështu jubilar. Kështu që falenderojmë shumë gjithë sponsorat tanë që bajnë të mujton këtë emision dhe shkputemi vetëm për pak në një hapësirë publicitare. Amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Të kam pritur, more djallë, të kam pritur se do dhish. Unë e mjera, duke qanë në këtë mal të dashuris. Në vetëmi, ditët m'kalojnë, malkoj ty dhe fatin tim. Zemra ime, do gjithmonë, se s'do plakesh në mërgim. Do të vish, ardhen tënde mire e di. Dashuria kur nuk pretet, ti do të thesh për sëri. Do të vish, ardhen tënde mire e di. Dashuria kur nuk tretet, ti do të thesh fatim. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. Je t'aime amore, me ni befie, e në ljarë bilila, too much. A do t'vjen dhe ajo dit, ne të dy së bashku t'je. Për qafuar, të
pëllumbat në përqel. Në vetëmi ditët ngalojnë, t'mokoj ty dhe fatin tim. Zemra ime do gjithmon, se s'do plakesh në mërgim. Do të vish, ardhjen tënde mire dim. Dashuria kur nuk tretet, ti do t'pesh për sëri. Do të vish, ardhjen tënde mire dim. Dashuria kur nuk tretet, ti do t'pesh fatim. Fantastike! Çfarë prurje kjo kësaj këngë do të vish? Domethënë e keni po pak moderne, pak house, po e keni po shumë moderne. Bravo, Klodiana, na ke dhuru një emision për publikun ton fantastik. Faleminderit. Por pakta që i kena këtu mbrapa nuk kishim mujt me mrin këtë pikë. Asgjë s'ishte bëhe Apo na tregon kush është me neve sonte. Unë e njoh shumë të gjithë, po kam qef për publikun ti më reprezentu. Këta janë motori çdo gjaje. Orkestra, bendi është fuqia e artistit në skenë këtu. Fillojna me saksafonin. I madhi Gzim Kadria. Gzim, mirë se ke ardha. Faleminderit shumë. Violin. Donald Gega. Bravo. Sharkia po saz. Elvi Nuka. Tastier. Vani Rushiti. Bravo. Kthehemi tek harmonika. Kena Rezar Cacani nga Shkodra. Bravo. Ato mbrapa s'ka nevojë, se ai është debil, ja është djalë fantastik. Tregona kush është? Anti Hodja. Andi. Kemi atje gitar, bas gitar. Klaus Gjoka. Bravo. Kemi atje bateristin ton fantastik. Si që njohin tanë, Klodi Qimit. Klodi. Pra. Klodi ma. Kemi qypin, i thonë, ju ne thëmë Tarabuk në Kosovë. Edhe një Klod tjetër. Ha? Thash parë, kur thret Klodi, tre Klodat vinë për Gjash dhe emrohen, se këta shumë, Klodi shumë zotë herë 2, mandej 1 herë 2, 3 bohën. Klodi Bolleti. Bravo, ekip briljant të sonte. Une këtë emision kështu e kësha vazhdu deri nesër me mojt, se energjia është e mirë, jemi të kalu për mërkulli. A kina e kërkesti për publikun, ti personalisht? Jemi në fund vet, jemi prakt festa, ky vet shpresojmë që me i gjetë këtë shqiptarët këtë botën ku do që janë mas miri na herë që i ka gjetë. Pa tjetër. Uroj një herë që tanë të gëzojnë shnet plot, sepse shnetja është gjaja më kryesore. Elementi numër 1. Edhe uroj që të kenë vetëm arsi. Për ta bëj gotë, fol ti, ta bëj gotë këtu, fol lirishti. Fol ti, ta bëj gëzuar në fund, po hajde fol. Gëzuar. Gëzuar një herë, kjo është për shnet të tanë shqiptarëve ku do ndodhen. Gëzuar edhe për Shqipëri dhe Aneman Boc, gëzuar grupi. Edhe në këtë moment falë që jemi të falë që ndërprejva, po djali atje që i ka të kufjet në vesh, është inxhinieri i soundit dhe soundi e ka ditëlindjen e u boft 100. Miri, gëzuar ditëlindjen i boft 100. Miri, gëzuar. Ta ksha knu kongën pozicione. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për miri. Bravo! Shumurime për ty. Edhe 100 miri. Gëzuar! Po, dyqysh ma dhani farvojbi me hi në talava pak, atë prej shumurimi me dollë të mihonja. Okej, më falë. Të shqiptarët, të shëndeti. Po, të shëndeti, të parja, se që parjen e kena qif. Nuk ban pa to. Se mos më konë, nuk bojnë dam kur janë që aty ato. Duhen, shkretat. Edhe, uroj që të kenë vetëm arsi, mos ta harrojnë vendin e tyne, të një muzikë të mirë. Bravo. Se mendoj që s'duhet me harru kur me selektu muziken, e vërtet. Edhe kaq. Cila muzika mirë për ty, Klodiana? E dina ta vetë. Kjo që e bone ti? Mund të konsiderohet, po këtë ta shoj mas emisionit. Në fund, pa tjetër, na e krym punën, mandej publiku. Është ndorë tyne. E vlerëson. Ti a kina e kërkes për 2026, ti personalisht? Kërkes? Vetëm kërkes që kam unë, është veç mi pas mirë, mi pas offer me jetë, edhe mi pa gjithmonë aty offer me jetë publik.
Ka që është kërkesa jeme për publikun. Kërkesë për ndaj djalë kështu s'ki. Po ti nxjerrë Po kohën. nxjerrë, ku më nxjerrë, unë dush më nxjerrë edhe ti. Unë nxjerrë shkreti ball po ti A on. është se gjithmonë më shkoj mendja Ka veçantë. për që, e ka harru, ha? Kam Na harruar. kërkesë për ndaj djalë ashtu të bukur, simpatik. Tash unë në Kosovë jam. Po, a kemi ndaj gjatë, ta din publiku bilis sa. Po unë vi film. Po që ku a Shkodra më këto jo Që regjis? ku a Shkodra? Jo regjis më çika këtu është filhall thojmë na. Atë. Filhall thojmë na në Kosovë këtu. Okej. Okej. Vetat punë, si më thënë. Ti je mësiti. Unë jam City, sa me lyp në Kosovë lypen do parë për mësitni, nuk dija ekziston ky Jo, na kena ndrysh. fakt në Shqipëri qysh është ndrysh. Jo, se na ai që ta bën shkusin, Po. i jepen i pol këpuc të reja. Veç i pol këpuc? Po. Ja i pol këpuc mi bjen sponsori që më vesh mu, po mu i du lek to ti quni, i hedh lek aty. Ti kërje punën një, Po, ma i shofim. në koft më ndej djali mirë, të dy të më dhojnë, edhe kjo, Po, tjetër. edhe ai, ka me konë fatbardha ja, a i gjeloze? Ja, Hiq, për me, s'jam. sigur, të femen je? Qysh ka mundësi me konë femen, po konë gjeloze, Klodion, s'tos me kuptoj. Po thash pa e tham i rën. Po Po, me ta du dhe në tregu fund, të tregu veç drejt, veç drejt. A, je pak, a? Po, je Pak duhet. Qka të banë më shumë gjeloz? Thjesht gjana cilat nuk shkojnë në raport Që janë për të gjelozu më ndej ato, gjanat. Po tash i respekti duhet. A ki shumë kërkesa? Kërkesa, edhe ka kërkesa, po me të thënë drejtën, për shkak A të janë? kërkesës nuk... Po po mendoj, po e zom që erë djali, është i bukur, është simpatik, është i Kosovës, çfarë ki qef ti. A ki shumë kërkesa më ndej ti si kështu? Ta thash çfarë kërkesa shka S'ki mund. shumë, më konë djali i Me mirë, e para njerëz për profesionin tem, që ta është me pranu, si kryesorja, t'il. edhe si me ke t'mirë njeri që. i mirë, kaq më intereson mu, edhe me Lek. kanë me ato traditat e kulturën që kena na, me respektu. Me respektu. Okej, shumë mos ta mirë, harroj. shumë mirë. E lekta, du të me pas lek as ka nevoj. O, pa, Po nuk prish punë, ku gjë me pas? zemra s'ban pare, kështu që... A zemra s'ban pare, as çfarë fjalë të mira ke thënë sonte. Zemra nuk ban pare. Amo me zemra më ndej ban pare. Kur ke njetin e mirë, Po gjysa punës thëmë Kosovën. ashtu. Njeti mirë, gjysa punës. Kështu që çuna, djem, single e keni qiken, mos u boni budall jo, e kem po e se kem po. Më ndej se kja këtheta pet atje, te atu rushët e bardha. Po, Nga naut atje, e një me, Soft. atë ngasmojnë njerës atje në kanad? ata s'din as me nga... O, të shkretin, au, si me dal me nejt me frigorifera, okull, Fix, ftoft. fix. Ha? Fix, ashtu. Pse ma janë ashtu? Po, vetë klima. Mande ju vajzat keni ka pak kështu qef për vëmendje, keni ka pak qef ju nga smullë, dhe pse Bas, kanë herë bas, thu jo. po na pengon, po keni qef ka pak. Po, ashtu është vetë stili, po qefin a ka. Po, qefi e ka me të pa dikush pak me të ngucë kështu Po, pak me. tjetër. Ata hiq, ha? Okull. Si na shqiptarët s'ka. Je të na të vjen në shtëpi, dhe më thonë së dalësh në lokal të shtëpia, të Po, doja, ashtu të qënë duhet. dojen të... A jo si ata, e? Ja. Ata hiq, dhe më thonë shkon në rrugë ti... Jo, krejt okej, nuk më ngacmon kur që. Qëfar jetë për më ata njerëz? Jetë ftoft. Ata sigur tas nuk zilezojnë. Atë nuk e di. Ha? Nuk e kam Yes. provu. Po, a dim se shihet aja farë kultura... Po me kulturën që kam pa, Ha. janë shumica janë thjesht Frigorifera. pa frigorifera. Elshon 4 në 3 janë ndronë Minus, temperaturë, minus. minus, Na, po, po, në 4 fuqia e minusit, Ah. me ngri ma shumë. Po, Gëzuar, hajde me na Hajde kënd... gëzuar Na një kënd edhe pak? po tjetër. Oh, bravo, bravo. Hajde shkojmë Kladiona. E kujtoj me mam, një jetë në agim, a do t'kem dy val, lullën për qafi. Si zan malije, trupin si selvi, synin zjarë e ke, buzën si qershi. Hajt mi dhe flako mallitim, tranda file voljo me ves, në këtë natë o pagim, budhjen ta me po e ves, trenin tim nuk e piklim, do të shkrijem dashoni, e jak pres me padurim, të jetoj sa jemi tri.
ty. Si zdan malje, trupin si selvi, synin zjarë ke, buzën si qeshi. Hajmi dhe flako malditim, trënda filëm u lume ves, në këtë natë pagim, budhjen tane po e pres, prenin tim nuk e pikrim, do të shkrijem dashuni, e ja pres me padurim, të jetojmë sa jemi tri. Hajmi dhe flako malditim, trënda filëm u lume ves, në këtë natë pagim, budhjen tane po e pres, prenin tim nuk e pikrim, do të shkrijem dashuni, e ja pres me padurim, të jetojmë sa jemi tri. Bravo! Bravo! Rrim këtu ku jem, bravo ju lumt, këno zemra malsore, i na knaq. U knaqme. Knaqëm. Emision fantastik, i fund vitit i festave dhe shpresojmë që të festojmë edhe për shumë vjet tjera bashk, me krejt publiku, me krejt njerëzit e kësaj bote, me krejt shqiptarët ku do që ndodhen në botë. Klodion, faleminderit që ishe me ne në këtë emision. Edhe shpresojmë që mos më konë e fundit kjo. Ti e ke mësuj derë, të ashtu? E ke pa që është hapë gjithmonë nga derë, edhe me të pas ma shpesh në emision. Turoj fat, turoj shëndet e punë marë, ata që kanë interes po më nëj, qunat, mësiti këtu, kështu që i urojmë fat vajzës edhe ati qunit fat barë që ka me konë. Publikit dashur, faleminderit që ishit bashkë me neve, faleminderit stafit tonë që realizon këtë emision, faleminderit partnerëve tonë që mbajnë këtë emision, faleminderit me miliona shikus në këtë botën që e përcjellin këtë emision tash 10 vjet. Unë me Klodionën ju thojmë natën e mirë. Me kaq, por kena me përfundu me një super orkestrale të këtij bendi fantastik që e patëm sonte. Maestro, skena për juve, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe për ne. Faleminderit gjithve. Ju keni me lyt një orkestrale, na kena me vallëzu. Ma shumë zdim çka bëjmë. Faleminderit shumë. Shkojmë.